Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lili, sot për të ndarë një bisedë të bukur dhe për të komentuar disa nga ngjarjet më interesante me një nga protagonistët, le të themi më të zëshëm të këtij formati, një protagonist që erdhi me një histori, që rrëfeu një histori që në fakt publiku shqiptar nuk e paragjykoi, e mbështeti, e dashuruan për natyrën e sinqertë që ai pati, për mënyrën se si ai u tregua tek publiku shqiptar në një format që këtë vit, le të themi, ishte nga formatet më të rënda ndonjëherë, sepse lufta po bëhej tepër e rëndë brenda banorëve nga që të gjithë dëshironin të ishin lider. Por ky personazh diti të luftoj me qetësi, diti të luftoj me mençuri dhe nga ky personazh ne mësuam vetëm qetësinë edhe fjalët e bukura qoftë edhe në debatet më të zëshme. Flasim për Big Brother VIP Albania 4, edhe pse ka muaj që ka përfunduar, por embrat të cilët këtë herë dolën në këtë format po mbeten gjallë edhe pas Big Brotherit në skenat shqiptare. Me mua sot në studio, nëpërmjet lidhjes të Skype-it këtë herë, është Bernardi, një banor shumë i dashur dhe i duar trokitur tek të gjithë shqiptarët. Bernard, faleminderit që pranove ftesën, ti je pjesë e intervistës në Monitor TV me mua Tirona Lili. Bernard, si fillim dua të pyes një herë se çfarë të dha Big Brotherit, çfarë i dhe ti Big Brotherit? Por edhe çfarë të mori, besoj që ndoshta nga rrugtimi që ke bërë, para se të futesh në Big Brother edhe ju nuk hyt si një personazh VIP, por fatmirësisht morët famën as 48 orë, një person shumë i lartë me trup, që hyri tek shtëpia e xhuxhave dhe që binte shumë në sy. Në fakt, unë kur të kam parë atë natë, kam vrarë mendjen time, thash si do ri ky njeriu këtu te shtëpia e xhuxhave, por e menaxhove bukur situatën. Çfarë ishte Big Brotheri për ty konkretisht dhe cili ishte misioni jot, përse e bëre këtë rrugtimin? Po, kuptoj. Big Brother ishte vërtet një mision ku unë kisha disa arsye që të pranoja ftesën nga produksioni dhe e bëra me një lumturi shumë të madhe. Brenda një periudhe kohe shumë të shkurtër. Kjo ishte mundësia ime për një platformë kaq të suksesshme kudo në botë, por në Shqipëri veçanërisht sepse kisha disa pika në lidhje me se ku jam me jetën time në këtë moment, dhe një nga ato ishte një përgjigje ose një ndjeshmëri se si do ishte e mundur që unë të riktheja në Shqipëri. Dhe mendova që kjo platformë do ishte një nga mënyrat më reale që unë mund ta kuptoja plotësisht këtë gjë. Do të thënë të kisha një ide të plot nëse mund të realizoja apo jo. Kishim disa vite, 2 vite më saktë, që me partnerin po diskutonim rikthimin në Shqipëri, dhe sikur u bashkangjit çdo gjë me forcat e universit për ta marrë përsipër këtë iniciativë dhe për ta çuar deri në fund. Kështu që Big Brother dha mundësinë e asaj platforme që është, jo vetëm për të kuptuar këtë, por arsyet e tjera ishin për të pasur një zë dhe një mundësi që unë të tregoja se kush jam si Bernard, të tregoja historinë time dhe gjithashtu të ndaja me publikun dhe plot talentet tjera që kam, që përfshin muzikën dhe përfundimin e librit që është në redaktim e sipër. Kështu që Po, më thuaj? Kështu që kjo ishte më shumë arsyeja që pranova ftesën dhe ajo që më fali me kuptimin e plot fjalës Big Brother. Unë i kam dhënë Big Brotherit vetëm vetveten,
Mbas 48 orësh, besoj se kjo i ka ndodhur çdo banori tjetër, ti harron që je në syun e gjithë publikut, je ekspozuar në publikun, harron kamerat dhe kthehesh do apo s'do ti kthehesh në vetvete dhe je vetvetja. Dhe shpresoj dhe uroj që i kam dhënë veten publikut dhe asgjë më tepër se sinqeriteti. Çfarë më ka marrë ajo eksperiencë? Mund të them vetëm faktin që kjo është ekskluzive, me qëra fjala, që nuk kisha mundësin të tregoja publikut se kush jam si Bernard në formën e tij të plot. Pasi udhtimi im pas 34 ditësh u ndërpre, me disa debate që nëse unë do t'i kisha në dorë, nuk do të ndodhnin në atë kohë që ndodhen. Por është një lojë në fund të fundit dhe ishte një eksperiencë e paparë. Në fakt më gëzon ky fakt që i gëzohesh kësaj eksperience. Ishe i mrekullueshëm. Tani kishe bërë ndonjë strategji që kur hyre jashtë, sepse ke qenë shumë i qetë, unë të prisja të eskalosh, të prisja të përdorësh një gjuhë urbane, të prisja të bësh luftën si çdo banor që bënde aty për të kapur prajmin, por Bernardi, që në momentin e parë që hyri në Big Brother, tregoi një banor krejtësisht tjetër nga ato banorët që ishin aty brenda realisht, sepse kishim Xhibanin që po bënte luftën, po bërtiste, po ulëriste, kishim Laertin që po qëndronte një zotëri me një linjë të shkollës së lartë, kishim Rozanën që dëshironte ta merr liderin që në start, po kishim dhe Gertën që luftonte të jetë në krye të vëmendjes, domethënë një personazh i thjeshtë mes gjithë këtyre artistëve, ndërsa qasja jote ishte shumë qasje e qetë. Kjo ishte strategjia, po thjesht ndodhi spontanisht? Jo, ishte një kombinim e një strategjie, që ishte një premtim që unë i bëra vetes që do qëndroja vetëm vetja. Sado që do t'u sfidoja në situata, debate dhe momente të ndryshme, do i qëndroja atij Bernardi që unë jam. Në lidhje me luftën, në lidhje me debatet e tepruara, në lidhje me daljen nga vetja për të qenë një lider ose për të qenë i parë ose në vëmendje të publikut, ka qenë diçka që unë s'kam pas absolutisht asnjë lloj interesi nga momenti zero. Dhe ishte diçka që nuk ja pranoja vetes ta bëja, pa as nuk e zgjodha si strategji që ta bëja dhe refuzova në çdo moment. Unë formatin e kuptoj si një mundësi të disa banorëve që kanë ose që jetojnë, që kanë mundësinë që të jetojnë së bashku, ashtu si kur njerëzit kanë jetuar 300 vite më përpara. Për mua është shumë e thjeshtë. Dhe kjo është ajo që bën shumë interesante si format ndaj publikut, por në anën tjetër, e gjithë ideja e kësaj është që ti jesh sa më real, që ti jesh sa më vetvetja, sepse nuk ke nevojë të ndërtosh ose ti sforcosh këto debate për publikun. Ato do ndodhin, sepse njerëzit sot e kësaj dite nuk jetojnë në komunitet më, dhe do s'do ti do përplasesh në disa situata. Nuk ke nevojë sepse ti ndërtosh nga fillimi ose me qëllim për të bërë një debat ose një rrëmuj ashtu siç pam këtë edicion shumë shpesh. Benart, është komentuar marrëdhënia jote me Gjestin edhe me Eglin shumë, sikur ti ishe le të themi një shpirt i bekuar që i studioje këto banorët kush janë më të fortët edhe do afroheshe me ato për të dalë bukur te publiku, të paktën kështu thueshte në disa komente që unë kam lexuar, por në anën tjetër ishe ti ai Benardi që në shumicën e rasteve kur duheshte të godasësh, qofte edhe një banor të fortë brenda shtëpisë, ti e bëje këtë gjën. Tashi, u afrove me Eglin edhe me Gjestin, sepse kishe interes që të dalësh, të qëndrosh sa më gjatë brenda në shtëpi nga që kishe pak informacion nga jashtë, apo ndodhi diçka shumë shpirtërore për ty që thjesht erdhi si gjë dhe veprove brenda asaj shtëpie?
Jo, relata ime me Gjestin dhe me Eglin ka qenë ashtu sikur ka qenë me të gjithë banorët e tjerë, 100% organike, sepse kam pas atë, nuk mund të them disfavorin, nuk mund të them fatkeqësi, po disfavorin që në momentin që hyra në shtëpinë e vllait madh, të vetmit personazhe që njihja ishin Rozana dhe Gili. Dhe me të gjithë banorët e tjerë mu desh që të krijoja një njohje, qoftë kjo një miqësi ose t'ju rish sa më larg të jetë e mundur, nga zero, duhet ta ndërtoja nga zero, nga themelet dhe këtë gjë bëra. Ashtu si me banorët e tjerë, po ashtu edhe me Eglin edhe me Gjestin. Në veçanti kam qenë shumë mbrojtës dhe suportues ndaj djemve kosovar, si të Gramozit, që nga shtëpia e Xhuxhave deri në ardhjen e Gjestit, i pari që i kam mirëpritur me krah hapur dhe i pari që i kam suportuar nga dita numër 1. Kuptohet që mund t'i kem tërhequr më në një moment dhe mund të kem bërë një diskutim për diçka që ose mund të ishte e pahishme, ose mund të ishte pa vend, ose mund të ishte diçka siç Bernardi e shite, edhe ja kërkoja këtë gjë edhe atyre që ta bënin. Por ka qenë kjo marrëdhënie ka qenë absolutisht 100% organike, shpirtërore dhe as pak për hir të çfarë ka dëshirë të shohi ose të ndjeki ose pret publiku. Sidoqoftë, lidhja ime me Gjestin, këtë gjë kam thënë edhe Gjestit, që ka qenë diçka që më kujtonte vajzën që publiku pati fatin ta shihte në televizor për momente të shkurtra. Më kujtonte energjinë e saj, më kujtonte sjelljet e saj, edhe ishim pak a shumë ngjashëm në lidhje me patjetër që moshën, sepse kanë njëjtën moshë, por më solli atë gjallëri në shtëpi dhe isha një nga personat, nuk mund të themi vetmi, po që kuptoi Gjestin nga fillimi deri në fund për atë që Gjesti është. E njëjta gjë ndodhi dhe me Eglin, megjithëse kishim disa lëkundje, këto i diskutuam, i folëm, megjithëse neve kemi pas përplasje, po ashtu i kemi diskutuar, por pak a shumë qëndrimi im në lidhje me Eglin gjatë jetesës në shtëpinë e vllait madh ka qenë diçka që gjithmonë më bënte të pyesja veten nëse Egli ishte duke i egzageruar gjërat në disa momente ose duke u shtirur në disa tjera. Dhe këto filluan duke u forcuar me kalimin e kohës gjatë qëndrimit tim në shtëpinë e vllait madh dhe me daljen time jashtë shtëpisë të vllait madh dhe përplasjen me disa nga arkivat e publikuara, kuptova që Egli është një nga ato persona që doli jashtë vetes për hir të famës, për hir të ashtu siç mund ta perceptoj Egli suksesit dhe për syrin e publikut dhe nuk më pëlqyen as pak, për mua ka marrë vendime shumë zhgënjyese. Jo, Egli vet nuk është një person që më ka zhgënjyer, vetëm vendimet e saj. Nuk besoj në njerëz që të shkënjejnë, besoj në njerëz që marrin vendime shkënjyese. Dhe nëse nuk arrisim, sepse deri më sot nuk kemi arritur ta diskutojmë këtë gjë, se të flasim për këtë gjë, nëse nuk arrisim ta bëjmë këtë, nuk e shoh veten si një mik i Eglit ose si një shok i Eglit ose që të kem ndonjë relat në të ardhmen. Që unë ta kuptoj marrëdhënien e juaj, domethënë nga kjo që ju po shpjegoni, marrëdhënia mes teje dhe Eglit tashmë është e shkatëruar deri në këtë moment që po flasim. Është në një pikë që nuk kemi arritur dot të ulemi bashkë, dhe kjo nuk është sepse një nga palët ka refuzuar, por thjesht nuk na është dhënë mundësia akoma. Nëse kjo gjë do kërkohet, që unë jam shumë gati ta bëj pari, dhe nuk realizohet, okej, është shkatëruar. Nëse kjo gjë realizohet dhe ne mundemi ti hedhim nga mbrapa gjithë këto që sapo thash, super. Gjithmonë njeriu ecën përpara me shpresë. Nart, të lutem shumë,
Ma shpjego këtë pyetjen që do të pyes, por pak më në detaje. Okay. Egli dhe Gjesti, ke patur fatin të jesh kamera më e mirë brenda asaj shtëpie, jo vetëm për Eglin dhe për Gjestin, por për të gjitha të banorët. Ne shohim atë që Top Channel transmeton 24/7 dhe aq sa mund të kapin kamerat. Gjithmonë kur keni dalë nga ajo shtëpie keni thënë është ndryshe jashtë, është ndryshe brenda, ajo që ndodh aty nuk transmetohet krejtësisht jashtë. Jo që nuk e transmeton produksioni, por nuk del ashtu siç ndodh. Tani nga ajo që ti ke parë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, është e vërtet dashuria e Eglit edhe Gjestit, apo është thjesht një skenar i skenuar, apo një situatë e mirë parë nga të dy për t'ja arritur qëllimin e tyre për të dalë finalist ose fitues të këtij formati? Po, kuptohet që për Bernardin kjo gjë ka qenë e stisur ndërmjet të dyve që nga momenti zero, por i qëndroi asaj që kam thënë që nga dita e parë, që Gjesti në lidhje me marrëdhënien me Eglin ka qenë shumë koherent, ka qenë shumë korrekt, dhe ka qenë një person që ka thënë ato që ka thënë në ditën e parë dhe ka qëndruar atyre deri në momentin kur u shpallën fituesit. Kështu që nëse mund të përgjigjem kësaj pyetje, unë detyrohem ta heq Gjestin më një anë dhe të përqendrohem pak më shumë tek Egli, sepse në momentin kur Gjesti erdhi në shtëpinë e vllait madh, Gjesti ishte ashtu si në fillim, po deri në fund me mu ka pasur një afrimitet të lartë, por ka pasur edhe një afrimitet me Livjen. Kjo mund të referohet mënyrës se si ti e shtrove këtë pyetje në lidhje me banorët janë kamerat e vërtet. Publiku sheh në 2 kanale shumë, por kuptohet që ka disa detaje të vogla që publiku nuk arrin dot ti shohë, sepse është e pamundur nga 120 kamera të transmetohet çdo sekondë e jetesës aty brenda në shtëpi. Por të kthehemi tek Gjesti, ka pasur një afërmitet shumë të lartë edhe me Livjen, gjë që zgjati një 2 javë, derisa Egli kuptoi që këtu mund të ketë diçka për Eglin, që Egli mund ta shfrytëzojë në një mënyrë apo në një tjetër, që ta ndihmoj veten për të shkuar deri në finale ose të jetë fituese. Nuk ka rëndësi. Unë nuk po them këtë sepse isha në kokën e Eglit, por kjo gjë ishte ajo që Egli transmetoi tek unë dhe filloi të lëkunte pak ato marrëdhënie që unë kisha me Eglin në lidhje me analizat që unë i bëra, sjelljeve të Eglit, që ishin për të stisur një marrëdhënie me Gjestin, për të shtirur deri në një pikë që është mundur, dhe për të krijuar këtë çiftin dhe për të krijuar këtë imazhin e një vajze të super dashuruar me një djalë që po e bënte të vuante etj që publiku i ka përjetuar dhe i ka parë vetë. Kështu që për mua ajo lidhje nga ana e Eglit ka qenë një shtirje e vërtet, një nga arsyet më kryesore se unë u dorëzova nga marrëdhënia ime me Eglin, dhe diçka që deri në një farë pike më shumë i ka bërë dëm Gjestit se sa e ka ndihmuar ose se sa i ka dhuruar një lidhje e vërtet mund të dhuroj një person një tjetri. Përmendët Livjen, tani që unë arrita të kuptoj nga përgjigja juaj, Benart, nëse jam gabim të lutem edhe më korrigjon, në qoftë se nuk do të afrohej Egli tek Gjesti, mund të kishim një lidhje dashurie mes Gjestit edhe mes Livjes, sepse të paktën ju keni parë më shumë kimi mes atyre të dyve? As pak. Livja ka qenë një nga banorët e tjerë dhe të pakët në shtëpinë e vllait madh që ka qenë 100% vetvetja dhe shumë organike. Kjo do të thotë që ka pasur mundësinë të tregoj jo vetëm banorëve që vinin ose ishin aty, por edhe publikut që është një person shumë i dashur, shumë e thjeshtë, e pa djallëzuar dhe vetëm vetvetja.
Kështu që jo, afrimiteti që Livia i fali Gjestit ka qenë shumë mikpritëse, ka qenë diçka që populli shqiptar e bën me zemrën në dorë, dhe që unë adhuroj aq shumë. Tani, Gjesti dhe Loredana kanë qenë viktim apo jo? Po, patjetër që po. Loredana më shumë se sa Gjesti, sepse Gjesti ishte një nga personazhet që patjetër e kuptoi lojën e Eglit, por e mbështeti në ato pika dhe në ato rrethana që i interesonte Gjestit. Por më falë, këtu nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe. Kjo është loja, kjo është një format që ty ta jep mundësinë ta bësh këtë gjë, dhe ai e mori, e bëri dhe çoi deri në fund. Absolutisht asnjë gjë. Viktim nuk mund të ta quaj Gjestin në këtë në këtë rast me kuptimin e plot të fjalës, sepse Gjesti i ka marr asaj gjëje atë që Gjesti ka dashur t'i marrë. Kështu që ka qenë subjekt i disa situatave tepër të rënduara të shkaktuara nga Egli, që teorisht e bën Gjestin viktim, por nuk është se e ka bërë Gjestin të vuaj aq shumë sa nga ana tjetër mund të ketë vuajtur Loredana, sepse Loredana sinqerisht në atë lidhje, në atë kuadër dhe aspekt të marrëdhënies që kishte me Jozin, ka qenë një person që disa herë fatkeqësisht nuk ka arritur të mbizotroj me mendje aq shumë sa mbizotronte me zemrën në dorë. Dhe kjo ishte diçka që unë personalisht e shija me shumë dhimbje, sepse po ashtu si Gjesti dhe Loredana pak a shumë ka të njëjtën moshë me vajzën time. Dhe sikur vesha atë personazhin e të qenurit baba, e kam qëndruar shumë pranë, i kam dhënë gjitha këshillat që mund t'i japi dikush në pozitën time, e kam mbështetur pa kushte, e kam toleruar në disa pika që nuk do të mundja të toleroja një banor tjetër, për hir të faktit sepse sinqerisht dhe fatkeqësisht ai ishte një viktim e plot e asaj marrëdhënie që u krijua aty. Po produksioni, për shembull, produksioni është thënë shumë që po mban Eglin brenda në lojë, produksioni e riktheu Eglin në shtëpi, produksioni po bën të pamundurën që të bën çift Eglin dhe Gjestin, do me thënë bëshin skenare të ndryshme që produksioni e mëson Eglin në dhomën e rrëfimit që me patjetër apo e kërcënon, do me thënë thashe theme nga më të mëdhat të tipit që sikur Gjesti ishte i burgosur aty dhe po vuante me dënim jetë, realisht kështu është treguar te publiku, sa është i sinqert produksioni, sa është transparent produksioni në këto reality show. Çfarë keni parë ju në dhomën e rrëfimit? Është kjo dhoma më pak transparente, por kot nuk është dhoma e rrëfimit, do me thënë është dhoma që ju rrëfeheni atje, është shfaqni momentet tuaja. A keni patur në i takim me familjarët tuaj? A ndodhën ndonjë gjë që ne nuk e shohim? Do me thënë, a ka ndonjë lloj padrejtësie ndaj popullit shqiptar që e mbërthen kaq shumë këtë format? Dhe pikërisht, përgjigjen doja të filloja nga fakti që populli shqiptar e mbështet kaq shumë këtë format, gjithmonë në situata dhe në momente kur publiku nuk mund t'i japi dot një shpjegim pse ndodhi diçka, atëherë gjithmonë ka spekulime, ka thashetheme, ka stisje nga më të çmendurat, nga më të padëgjuarat, nga më të ndryshmet që mund të ekzistojnë. Qoftë kjo formati i Big Brotherit, qoftë edhe ndonjë format tjetër televiziv. Por as pak, asnjëra prej atyre nuk është e vërtet. Personalisht dhe ekskluzivisht, unë them që si Bernard, e vetmja transparencë që unë do doja në të ardhmen të shija, ishte fakti që
votat të ishin pak më transparente ndaj publikut. Ashtu sikurse janë edhe në Perëndim, në Britaninë e Madhe ose edhe në një vend tjetër që nuk mund ta vë dorën zjarr për atë gjë, por të paktën në Britaninë e Madhe është diçka që është shumë e rëndësishme për publikun, sidoqoftë absolutisht asnjë nga çdo thashë them tjetër nuk është e vërtetë. Produksioni në këtë rast duhet të mendohet gjithmonë si një biznes që ka një qëllim. Absolutisht që çdo produksion që merr përsipër një reality show si Big Brother e ka një qëllim. Është biznes në fund fundit dhe do të arrijë diçka. Por këto thashë theme, këto prapaskena janë shumë pa lidhje dhe si Bernard, si banor, them që jo, nuk janë as pak të vërteta. Nga që tregoheshin sikur gjestin e shkret po e mbanin aty dhe nuk dua ta përdor këtë shprehje sikur po e rrifnin edhe ai po qëndronte me qëllim. Kur jemi te pjesa e të rrahurës, pati një skenë të tillë që ti ke qenë në fakt ke qenë një reagues i ashpër atë natë kundërdrejt faktit të Josit, ndoshta ti si Bernard ke pa diçka më shumë brenda asaj shtëpie që ne nuk kemi patur fatin ta shikojmë. Ka patur momente të shprehura edhe më herët brenda në shtëpi nga banor të caktuar për situata të këtilla, apo ishte diçka që ndodhi vetëm atë natë dhe ju si banor nuk i keni ndjer, le t'i quajmë këto kërcënime brenda asaj shtëpie? Jo, këto kërcënime nuk janë ndjerë, sepse në moment debati e sipër, duhet të pranojmë diçka që njeriu që nuk thotë. Njeriu që nuk thotë nuk do të thotë që do ta bësh atë gjë, por i rikthehem vargjeve qesharake që të bëj një parantezë në lidhje me përplasjen e Rozanës dhe Netës. Duhet të theksojmë diçka që në momente frustrimi, njeriu çfarë nuk thot, po të janë shprehje figurative. Janë shprehje figurative dhe nuk do të thotë që ta bësh këtë gjë. Nëse ti ke shprehur dëshirën apo ke thënë që nëse gjërat nuk ndodhen ashtu siç i dua unë, ose nga që ti më ofendove, ose po më mërzit, unë do të vras, unë do të bëj këtë, do të bëj atë, nuk do t'i marrim shumë për bazë. Okej, mbase kjo shpjegon më shumë për atë qetësinë edhe mentalitetin që unë kam se sa realitetin, por në shtëpinë e vllait madh kjo gjë nuk ka qenë asnjëherë diçka për t'u shqetësuar ose për t'u ndjerë i kërcënuar se dhuna është e përfshirë, ka qenë thjesht diçka që nëse është përmendur nga nxehtësia e sipër që një debat ose dy banor ose më shumë mund të kenë pasur me njëri tjetrin. Kështu që unë flas për Bernardin, që nuk është se jam ndjerë i kërcënuar nga dhuna fizike, por është diçka që është thënë disa herë, nga banorët në diskutimet nxehta e sipër. E kuptueshme. Po mirë, kjo shëpulla sikur përçau pak shqiptarët, banorët e Big Brotherit, Bernard, janë përfaqësues të shqiptarëve? Jo, as pak nuk janë përfaqësues shqiptarëve e para punës sepse shumë nga banorët nuk është se ndjejnë ose e bëjnë këtë gjë. Okej, është pak e kontradiktore fakti që ndryshe thënë edhe ndryshe bëjnë. Por duke qenë një person që i evitoj etiketat dhe i mbështes faktit të unifikimit. Unë personalisht si Bernard mendoj që ne kemi qenë gjithmonë një komb, fatkeqësitë na kanë ndarë dhe ashtu do jemi për jetë, me kufi, pa kufi, për mua nuk ka rëndësi si Bernard. Por nuk mund të jem dot përgjegjës për se çfarë mendojnë banorët e tjerë në shtëpi. Dhe kishte momente që pyesja veten, okay, po pse je vetëm ti që suporton këtë gjë ose pse nuk u çut dikush tjetër thjesht për respekt kur gjesti hyri në shtëpi ose kur gramozi doli nga dhoma e surprizave.
Por pastaj kuptohet që kishte momente që vërtetoja që nuk ishte ashtu me të gjithë banorët, ose nuk ishte ashtu me një përqindje të lartë, ishin vetëm disa banorë në momente sipër ose në gjak nxehtësi që mund ta përdornin këtë gjë për të fituar në mendjen e tyre një debat, pa i thirrur mendjes që në fakt kjo gjë është shumë shumë e shëmtuar për të thënë, për të bërë, etj etj. Kështu që mendoj që në lidhje me këtë, çdo gjë që e ka tejkaluar çdo limit ka qenë nga gjaktësia e sipër. Ë, Ti të paktën e din që tek shqiptarët në Ballkan, Instagrami po shndrohet në një diçka të shenjtë, apo jo? Ledion Patjetër. Liço kohën e fundit ka hequr të gjithë banorët e Big Brother VIP 4 nga Instagrami, dhe ka uruar gjestin në Instagram, duke njohur dhe natyrën e Ledionit se s'para bën kështu urimesh në storin e tij, por këtë herë ka përzgjedhur që të urojë gjestin. Mendon që kjo është një formë e marketingut që kanë përzgjedhur për të mbajtur në sken gjestin apo për të sjellur edhe këngët, se me sa di unë këngët do të lançohen në kanalin Top Media Music, në kanalin e Top Channelit, apo thjesht Ledioni nuk dëshiron të rritë në numrin e ndjekësve të tij në Instagram. Përse ka ndodhur këto gjëra? Si e komenton, sepse pati një bujë të madhe të shqiptarëve që e komentonin këtë momentin, sikur ka ndodhur një përçarje mes banorëve të Big Brother 4-s edhe Ledionit. Ledioni reprezenton, sidomos në media sociale, Ledioni reprezenton një brand. Dhe duke pas këtë parasysh, absolutisht që unë e mbështes dhe e kuptoj 100% që pse çdo lëvizje që Ledioni mund të bëjë në lidhje me aspektin e mediave sociale, duke përfshirë dhe llogarinë e tij të Instagramit, është diçka që është tepër mediatike dhe nuk ka absolutisht as një arsye që askush të habitet ose të mendoj diçka tjetër rreth kësaj. Është ajo që Ledioni duhet të bëj pikëpari, jo ajo që Ledioni do të bëj. Edhe është një veprim, edhe është një hap shumë i rëndësishëm në lidhje me kultivimin e brandit që ke. Sidomos për ato që sapo thej që Instagrami në Ballkan tashmë është një fenomen, dhe çdo gjë që ti bën kundrejt menaxhimit të llogarisë tënde duhet pikëpari të bëhet me shumë kujdes, dhe pikë dytit bëhet ashtu siç duhet. Dhe pse jo, unë do bëja të njëjtën gjë. Përgjigje interesante ishte kjo, Benart. Rozana the që e njihje, do me thënë e njihje si artiste, e njihje si personazh, ju e përzjodhët edhe Rozanën për borobardhën tuaj, në fakt, ishte një përzjedhje e juaja. Sa ishte sinqert Rozana në Big Brother që kur hyre ti më pas, edhe sa ishte i sinqert raporti i Rozanës edhe Laertit, edhe pse atë Nikola Gjufka në TikTok, kur banorët ishin brenda, publikoi që ato të dy njiheshin shumë kohë më herët dhe kishin një afrimitet shumë të madh. Si e vlerëson ty se Rozana dhe Laerti përzjodhen që në Big Brother të mos e tregojnë këtë afrimitetin? Ishte një mundësi që ato të shkojnë drejt finales edhe kushdo që ta fitonte ishte i fituar, ishte strategji e tyre, apo thjesht kishin përzgjedhur që të nxjerrin të dy veten e tyre pa u ndikuar publiku me njohjen apo pa i ndikuar njerëzit që ato i kanë afër për të votuar? Po, të kuptoj. Është diçka që nuk e di personalisht pse shfaqi kaq shumë interes tek publiku, por edhe tek banorët, që nga momenti që kishte përfolje ndaj faktit që ata mund të njihen jashtë shtëpisë. Po edhe tani kur ti ke hyrë aty në shtëpinë e vllait madh, nuk e hyr as me partnerin, nuk e hyr as me miqtë e tu, nuk e hyr as me motrën, as me vllain, as me shokun tat të ngushtë, ama absolutisht asnjëri. Ke hyr si Bernard, ke hyr si Rozana, ke hyr si Laert, etj. Dhe ato do ndjekësh deri në fund. Por fakti që Rozana dhe Laerti shkonin mirë, por kishte edhe momente që kishin debate me njëri tjetrin.
Nuk do të thotë sepse këto ishin krijuar pikërisht për faktin se ata njihen nga jashtë. Janë dy gjëra që nuk mund të lidhësh dot me njëri tjetrin, sepse nuk përfiton absolutisht asnjë gjë nga kjo, ti lidhesh të dyja bashkë, as si lojtar, po as si spektator, as si publiku dhe as si një banor tjetër. Dhe këtë analizë bëra në momentin kur u përplasa për herë të parë në lidhje me faktin që këto mund të njihen nga jashtë. Sepse thash, okay, pse më intereson më kjo gjë? Këtë nuk është se janë duke u kapur dorë për dorë gjatë gjithë kohës në shtëpinë e vllajt madh, mbrojnë njëri tjetrin, respektojnë njëri tjetrin, kanë sikurse debatet forta, po diskutime shumë të rëndësishme si për publikun dhe si për banorët aty, shkojnë mirë me njëri tjetrin, respektojnë njëri tjetrin. Këto janë ato gjëra që ty të interesojnë edhe ti duhet të dish, sepse të njëjtën gjë që Rozana kishte me Laertin, Rozana kishte edhe me mua. Unë personalisht nga ana tjetër njihja vetëm Rozanën nga disa këngë të viteve më parë, po ashtu edhe Gilin. Nuk është se kam pas ndonjë marrëdhënie me Rozanën ose me Gilin jashtë shtëpie, 27 vite mërkim, kam pasur atë shkëputjen nga mediat, jo totale, sepse kam ndjekur më shumë vëmendje, po kam pasur atë shkëputje nga mediat shqiptare dhe e njihja vetëm si figura, jo si persona. Dhe Rozana mu ka pas dukur gjithmonë një luaneshe vërtet, një person tepër i vërtet, një person shumë i drejt për drejt, gjë që cilën unë respektoj pa mas tek njerëzit, pa mas, dhe ishte diçka kimike, ishte diçka që më tërhoqi që nga momenti i parë, jo për faktin që kisha parë disa këngë të Rozanës më përpara, ose se dija që Rozana kishte prejardhjen që ka. Ishte thjesht një kimi organike që ndodhe që nga momenti i parë dhe që u riforcua në atë që Rozana mua më fali dhe me sa kuptoj edhe sot e kësaj dite në atë që unë i fala Rozanës. Por në asnjë mënyrë nuk duhet mendohet që arsyeja që Rozana dhe Laerti në këtë rast ishin finalist, ishte fakti që ata njihen nga jashtë, sepse me thënë të drejtën, disa debate, edhe sikur ja bëjmë qefin publikut, atij përqindjet publikut që mendon që kanë qenë të stisura, edhe sikur të ishin të stisura, kaluan në disa grada që vetëm një mik i vërtet t'i falë nëse ata kanë qenë të vërteta. Kjo do të thotë që debatet e kryuara në shtëpinë e vllajt madh ndërmjet Rozanës dhe Laertit kanë qenë shumë organike, kanë qenë të momentit, kanë qenë të kohës, nuk kanë qenë të stisura, sepse nuk janë diçka që ty të ndihmojnë ose që ty të çojnë në finale. Ata kanë qenë të njohur për jashtë, edhe për mua është thjesht vetëm ajo, asnjë gjë tjetër. Dhe Rozana ka provuar dhe ka dhënë ato provat e veta në lidhje me shumë banor, që të njëjtën gjë që bëri me Laertin e ka bërë edhe me të tjerë, duke përfshirë edhe veten time. Kur nuk mund ta mendoja dot të isha në një pikë me Rozanën që të bëja disa debate siç Rozana ka bërë me Laertin, por kjo nuk ndodhi ose mbase nuk do ndodhte kurrë, sepse unë jam Bernardi dhe Laerti është Laerti. Të bëj edhe kjo, por unë shpresoj që Benard Po, ti të mbetesh gjithmonë ky Benardi i sinqert që ke përzgjedhur të jesh dhe në fakt të na falësh gjithmonë këtë dashurinë. Tani këto zonja dhe zotërin të mi vdesin ta dinë o Benard, se po shkojmë drejt po, fundit, të të bëj dhe ca pyetje. Gjesti dhe okay. Egli janë bashkë apo janë ndarë, se u kry çdo sen në krevat apo u kry çdo sen në jetën e tyre? Si e ke menduar ti, si e ke kuptuar ti këtë gjë? Ma thuaj. U kry çdo sen, ashtu siç ka pas qenë që nga momenti që është krijuar, nuk ka pas ndonjë lidhje, ka pas qenë thjesht një mirazh i stisur nga Egli
për dëshirën për të qenë e suksesshme, e famshme, ose që të zvarriste veten deri në finale dhe ja doli. Bravo. Përgëzoj, por nuk ka pas ndonjëherë në një lidhje aty që të kryet diçka. Ka qenë ajo që kemi parë, si brenda shtëpisë edhe jashtë shtëpisë. Kështu që me plot gojë, qofsha e gabuar, them që normal që nuk jam bashkë, se nuk kanë qenë ndonjëherë. Më vjen shumë keq për këtë faktin. Tani ju në fillim e tha që do ktheheni në Shqipëri. Çfarë pritet nga Benardi në Shqipëri? Çfarë do të bëni në Shqipëri? Si do të jetë e ardhmja juaj në Shqipëri? Keni ndonjë kontratë me Top Channel që ta kuptojmë, sepse kemi dëgjuar shumë këto kontratat e famshme, keni nënshkruar diçka, do vazhdoni me ndonjë super emision nga muaji tetor në Top Channel, se Benardi kot nuk do vinë në Shqipëri. Jo, absolutisht. Sidoqoftë, kjo është në diskutime sipër, në lidhje me jetën, është diçka që, siç e thash, po flas veti dytë. Kështu që nuk do ta kem shumë të lehtë për ta marrë atë vendim, në qoftë se të gjitha pikat nuk plotësohen në lidhje me rikthimin. Janë shumë gjëra për të marrë në konsiderat. Në lidhje me Top Channel, jam shumë i nderuar, jam shumë i lumtur dhe jam tepër mirënjohës ndaj faktit që derën ma kanë lënë hapur. Por duke pas parasysh që nuk kam një plan biznesi ose një ide konkrete për momentin, është diçka që do ndodhi së shpejti, por besoj që do jetë në kuadrin televiziv ose të muzikës, po pse jo edhe të ndonjë emisioni. Sidoqoftë, është shumë herët, janë shumë hapa të parë, prandaj theksoj faktin që edhe një herë duhet të falenderoj Top Channel për faktin që ma kanë lënë derën hapur. Tani, unë e di që ti nuk e ke folur asnjëherë nëpër media, keni vendosur të bëni pushimet këtë vit për fund? Pushimet këtë vit do jenë nuk do jenë në Shqipëri. Do më thënë, gjatë vitit mundohemi që të bëjmë tre palë pushime të ndara, që mos ta bëjmë vitin aq shumë të rëndomt vetëm me projekte dhe vetëm me punë. Por këtë vit, përveç vizitave që do bëj në Shqipëri, ato janë vizita kështu çdo 2-3 javësh në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni. Pushimet të mirëfillta e radhës do të jenë në gusht, por jo, më fal, në fillimin e shtatorit në Lanzarote. Kështu që Bukur fort, unë shpresoj që të kënaqeni. Faleminderit shumë që ndave një orë të jetës tënde për t'u prenoncuar edhe për ndjekësit e mi. Unë të uroj shumë suksese në të gjithë rrugtimin tënd. Besoj që do t'jesh përsëri për ndjekësit e mi për t'na treguar ngjarjet më të fundit të jetës tënde, sepse ti e din, ne shqiptarët vdesim të dim gjërat më të fundit për të gjithë ju. Okej, bëj gati pyetjet, kënaqësia gjithmonë e imja, shumë faleminderit. Përshëndetje juve, studios dhe publikut. Faleminderit shumë. Faleminderit. E pra, të nderuar shikues, ishte ky Bernardi, si gjithmonë i sinqert, i drejt për drejt, pa filtra dhe pa frikë për të folur të vërtetën. Ne do takojmë sërish së bashku, vazhdoni të na ndiqni me subscribe dhe follow në për të gjitha faqet tona.